Singapori po bën diçka që asnjë vend nuk e ka tentuar ndonjëherë në këtë shkallë. Ata po ndërtojnë një port aq të madh sa është i dukshëm nga hapësira. Dhe nuk po zgjerojnë thjesht një strukturë ekzistuese. Ata po krijojnë tokë krejtësisht të re nga deti për të ndërtuar atë që do të bëhet qendra më avancuar e transportit detar në botë. Ky nuk është thjesht një grumbull dokesh dhe magazinash. Është një mega projekt 20 vjeçar që në fund do të shtrihet 1337 hektar dhe do të funksionojë pothuajse tërësisht përmes automatizimit. Quhet Tuas Megaport dhe kur të përfundojë, do të jetë në gjendje të përpunojë 65 milion kontenierë çdo vit, më shumë se çdo port që funksionon sot. Po flasim për një strukturë sa madhësia e një aeroporti të madh ndërkombëtar, pothuajse plotësisht e automatizuar, e projektuar për të përballuar anijet më të mëdha të ngarkesave në tokë dhe i ndërtuar nga fillimi mbi tokë që nuk ekzistonte as 10 vjet më parë. Atëherë, përse një nga vendet më të vogla në planet po investon mbi 20 miliard dollar për të shndërruar në një gjigant global të transportit detar? Si do të riformsoj kjo tregtinë globale dhe çfarë e bën Tuasin ndryshe nga çdo port tjetër në tokë? Le ta zbulojmë. Për të kuptuar Tuas Megaportin, së pari duhet të kuptojmë lidhjen e thellë të Singaporit me detin. Singapori nuk është një vend i madh, është një qytet-shtet, rreth 280 herë më i vogël se Teksasi, pa burime natyrore dhe me shumë pak tokë në dispozicion. Por ajo që ka është pozicioni. Në vitin 1819, kompania britanike e Indisë Lindore kuptoi se Singapori ndodhej në pikën ideale midis Oqeanit Indian dhe detit të Kinës Jugore. Ata ngritën aty një post tregtar, një veprim që do të përcaktonte të ardhmen e Singaporit. Më pas, erdhi hapja e kanalit të Suezit në vitin 1869. Ky shkurtim i ri midis Europës dhe Azisë e zhdroi Singaporin në një ndalesë kritike përgjatë një prej rrugëve detare më të ngarkuara në botë. E ju bë një urë mes lindjes dhe perëndimit. Kur Singapori fitoi pavarësinë në vitin 1965, kishte pak alternativa. Nuk mund të mbështetej në bujqësi apo naftë. Në vend të kësaj, u kthye nga tregtia. Qeveria u përqendrua fuqishëm në zhvillimin e porteve, duke ndërtuar disa nga terminalet e kontenierëve më efikase në botë. Brenda 2 dekadash, strategjia funksionoi. Në vitet 1980, Singapori u bë porti më i ngarkuar në botë, një titull që do ta mbronte për shumë vite. Pra, pse industria detare e Singaporit ka qenë kaq e suksesshme? Nuk është vetëm gjeografia, është planifikimi. Singapori ka mbajtur taksa të ulta, rregulla transparente dhe një ekonomi të hapur për kompanitë e huaja. Kjo e ka bërë atë një nga vendet më miqësore për biznes në botë, duke i lejuar portit të rritet me shpejtësi. Sot, mbi 140.000 anije kalojnë çdo vit nëpër ujërat e Singaporit, mesatarisht një anije çdo 4 minuta. Porti përpunon gjithçka, nga nafta te elektronika dhe ushqimi, duke bërë atë një nga qendrat tregtare më të rëndësishme në tokë. Ai lidhet me më shumë se 600 porte në 120 vende. Por ndërsa trafiku i kontinjerëve vazhdonte të rritej, sistemi i vjetër i Singaporit filloi të tregonte kufizimet e tij. Operacionet portuale ishin të shpërndara në disa terminale dhe hapësira po mbaronte me shpejtësi. Kështu që në vitin 2015, Singapori bëri atë që ka bërë gjithmonë, planifikoi përpara. Tuas Megaport është nga projektet më të mëdha infrastrukturore në historinë e Singaporit dhe po ndërtohet në 4 faza kryesore. Faza e parë, nga viti 2015 deri në vitin 2022, u përqendrua në rikuperimin e tokës nga deti. Mbi 400 hektar, një sipërfaqe më e madhe se Monaco, u krijuan duke përdorur rërë të nxjerrë nga fundi i detit dhe duke u mbështetur nga një digë masive detare prej 8.6 kilometrash. Fundi i detit u thellua dhe toka e rikuperuar u ngrit për të mbrojtur nga rritja e ardhshme e nivelit të detit. Gjatë kësaj faze, u instaluan 21 kalata me ujë të thellë, të afta të përballojnë anije gjigande kontenierësh.
Faza e dytë që shtrihet nga viti 2019 deri në 2027 zgjeroi ndërtimin drejt perëndimit, duke shtuar edhe 387 hektar të tjerë. Kjo fazë përfshiu më shumë tokë të rikuperuar, diga shtesë dhe ndërtimin e një baze të madhe mirëmbajtje për të mbajtur të gjithë sistemin funksional. Ajo gjithashtu përgatiti portin për sisteme edhe më të avancuara automatizimi dhe kalata më të mëdha. Faza 3 dhe 4 të planifikuara nga viti 2027 deri në 2040 do të planifikojnë shtrirjen e plot të portit dhe do të zgjerojnë atë në gjithsej 66 kalata. Kjo është pothuajse dyfishi i kapacitetit të portit aktualisht më të ngarkuar në botë. Këto faza finale do të sjellin zbatimin e plot të sistemeve të automatizuara në të gjithë terminalin. Deri në vitin 2040, Singapori do t'i ketë konsoliduar të gjitha operacionet e tij portuale në një strukturë të vetme gjigante, të integruar dhe efikase. Le ta vendosim këtë në perspektivë. Në kapacitet të plot, Tuas Megaport do të përpunojë 65 milion TEU, njësi ekuivalente me kontenjer prej afërsisht 6 metër, standardi ndërkombëtar i kontenjerëve të transportit. Për krahasim, porti i Shangajit, aktualisht më i ngarkuari në botë, përpunon rreth 47 milion TEU në vit. Kjo do të thotë se Tuas mund të tejkalojë edhe portin më të madh të Kinës. I gjithë kompleksi do të shtrihet në mbi 1300 hektar, afërsisht sa madhësia e aeroportit ndërkombëtar të Los Angelesit dhe mbi 2.5 herë më i madh se aeroporti JFK i New Yorkut. Dhe ai tashmë është në funksion. Edhe pse vetëm një fazë ka përfunduar, Tuas ka përpunuar 10 milion kontenjerë që nga viti 2022. Kjo është më shumë se sa porte plotësisht të zhvilluara në vende të tjera. Singapori nuk po pret deri në vitin 2040, e ardhmja po vjen tashmë, një kontenjer në një kohë. Ajo që e veçon vërtet Tuasin është përdorimi i teknologjisë dhe automatizimit. Çdo pjesë e portit është projektuar të jetë inteligjente. Vinçat e automatizuar të stivimit lëvizin dhe rendisin kontenjerët pa asnjë ndërhyrje njerëzore. Secili prej këtyre vinçave është i lartë sa një ndërtesë 12 katëshe. Dronet monitorojnë stivën e kontenjerëve dhe inspektojnë pajisjet nga ajri. Operacionet toksore kryen nga mjete pa shofer, të cilat transportojnë kontenjerët midis dokut dhe zonave të magazinimit. Punëtorët përdorin syze inteligjente me realitet të shtuar për të aksesuar skema digjitale dhe të dhëna ngarkesash në kohë reale, ndërsa egzoskeletët e fuqizuar i ndihmojnë ata të kryejnë detyra fizikisht të rënda. E gjithë kjo monitorohet nga një kullë qendrore kontrolli, ku operatorët mbikëqyrin çdo vinç, mjet dhe dok përmes transmetimeve të drejtë për drejta të dhënave dhe sistemeve të asistuara nga inteligjenca artificiale. Ky nivel automatizimi nuk ka të bëjë vetëm me shpejtësinë, ai ka të bëjë me sigurinë, saktësinë dhe qëndrueshmërinë në një botë ku zinxhiret global të furnizimit janë nën presion të vazhdueshëm. Singapori nuk po ndërton vetëm në një mënyrë më madhështore, por po ndërton më pastër. Portet zakonisht janë dotës të mëdhenj, por Tuas synon të vendosë një standard të ri. Gjysma e pajisjeve të portit do të jenë plotësisht elektrike. Vinxhat, mjetet dhe makineritë e tjera janë projektuar të funksionojnë me energji të rinovueshme, ndërsa panelet diellore furnizojnë ndërtesat dhe infrastrukturën me energji. Pritet që Tuas të reduktojë emetimet e portit me 50%, me një synim afatgjat për të arritur neutralitetin e karbonit deri në vitin 2050. Porti është projektuar gjithashtu duke pasur parasysh rritjen e ardhshme të nivelit të detit. I gjithë kompleksi ndodhet 5 metra mbi nivelin mesatar të detit, duke ndihmuar të përballojë përmbytjet e shkaktuara nga ndryshimet klimatike në dekadat e ardhshme. Singapori dëshiron që Tuas të shërbejë si një model për portet e së ardhmes, një model ku rritja nuk vjen në kurrizë të mjedisit. Tregtia globale po ndryshon me shpejtësi, kërkesa po rritet, marzhet po ngushtohen dhe paqëndrueshmëria gjeopolitike po shtohet. Megjithatë, edhe me këto presione,
rreth 80% e tregtisë botërore ende transportohet përmes detit. Këtu hyn në lojë Tuas. Duke konsoliduar të gjitha terminalet në një megaport të vetëm inteligjent, Singapuri redukton kohën e tranzitit, përmirëson efikasitetin dhe forcon rolin e tij si një nyje qendrore në logjistikën globale. Tuas do ta ndihmojë Singaporin të qëndrojë përpara konkurrentëve rajonal si Port Klang në Malezi ose Tanjung Priok në Indonezi. Ai do të tërheqë gjithashtu më shumë biznes, transshipmenti, falë përpunimit më të shpejt dhe planifikimit më të besueshëm. Për te ekonomisë, pritet që porti të krijojë 10 mijëra vende pune në teknologji, logjistik, inxhinieri dhe shërbime. Nuk është thjesht një qendër transporti, është një motor i ri i rritjes kombëtare. Truas Megaport është një projekt monumental. Është një histori vizioni, planifikim për vitin 2040, ku shumica e vendeve mezi arrin të planifikojnë për vitin e ardhshëm. Është një histori inxhinierie që zhvendos detin, ngre tokën dhe automatizon të ardhmen. Dhe është një histori strategjie që tregon se si një kombi vogël i shullor vazhdon të ketë ndikim shumë më të madh se sa për masat e tij në skenën globale. Por është gjithashtu një rrezik i madh. A do të bëhet Tuas modeli për portet globale të së ardhmes, apo do të mbetet një monument i tepruar i ambicjes? Çfarë mendoni ju? A ka nevojë bota për më shumë megaporte apo për logjistik më të zgjuar? Ndani mendimet tuaja në komente. Nëse kjo video ju pëlqeu, jepini një like, abononi në kanalin ton për analiza të tjera të thelluara si kjo dhe si gjithmonë, faleminderit për shikimin.